Nën tingujt e kësaj kënge, simbol i 100 vjetorit të pavarësisë tonë, po hapim festivalin folklorik mbarkombëtar për fëmijë I këndojnë Flamuri. Në qytetin bregdetar të Vlorës u zhvillua edicioni 4 I festivalit të mbarkombëtar të fëmijëve I këndojnë Flamurit, një aktivitet që tashmë është shndërruar në traditë të dashur për publikun dhe komunitetin artistik. Në prag të festave të nëntorit, skena e Pallatit të Kulturës u mbush me ngjyra, emocione dhe energjinë e mrekullueshme të fëmijëve nga Shqipëria, Kosova, Malizi si dhe të gjitha trevat ku jetojnë shqiptar. Pjesëmarrësit sollën performanca të kuruara me shumë pasion, ku këngët patriotike dhe vallet me motive të traditës kombëtare dominuan programin artistik. Për më shumë se 90 minuta, fëmijët shpërfaqën talentin e tyre në këndim, vallëzim dhe interpretim skenik, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë festive dhe krenarie kombëtare. Publiku I pranishëm I duar tërkiti gjatë me entuziazëm, duke e kthyer sallën në një ambient të mbushur me emocion e gëzim. Organizatorët theksuan se ky festival synon të ruajë dhe të promovojë vlerat tona kulturore përmes përfshirjes së brezave të rinj, duke I dhënë rëndësi trashëgimisë shpirtërore dhe bashkimit kulturor ndërshqiptar. Drejtori artistik I festivalit Istref Dobi falenderoi të gjitha grupet pjesëmarrëse në një festival me shumë rëndësi për festat. Ishte ky edicioni I 4 I festivalit folklorik mbarkombëtar për fëmijë I këndojnë Flamurit. Falenderoj padyshim artistët e regjën, që do bëjnë pjesë e këtij spektakli, në ngjarje të rëndësishme jo vetëm në Vlorën, por në Shqipërinë. Ky aktivitet organizohet në rastin e festave dhe besoj që arrit qëllimit në të skenë një pak sot 200 artistë të regjën, të cilët sollën me shumë kujdes, me shumë dashuri e folklorin e trevës nga ta vinë. Festivali I këndojnë Flamurit në Vlorë u mbyll me shpërndarjen e certifikatave për grupet pjesëmarrëse dhe me premtimin për t'u kthyer sërish në edicionin e tij të 5.